Vuani nga fryrja e barkut jasi të eliminoni gazdrat për 5 minuta. Për të eliminuar fryrjen e barkut është e rëndësishme që ju të konsumoni një recetë të thjeshtë dhe natyrale. Për përgatitjen e kësaj recete juve do t'ju duhen këto përbërës: një finok, gjysmë molle, gjysmë kastraveci dhe pak pluhur xhenxhefili. Të gjithë këta përbërës i përzini bashkë dhe lëngun e përftuar e konsumoni një herë në ditë mes 2 vakteve ushqimore. Finoku ka vlera në drenazhimin e indeve dhe në pastrimin e gjakut dhe të mëlçisë, zbut kontraksionet e muskujve të barkut dhe frenon krijimin e gazdrave abdominal. Molla përmban vitaminë C dhe ruan gjithashtu një efekt pastrues, rifreskues dhe tonifikant. Kastraveci i pastër me ujë ka po ashtu të njëjtin efekt. Kjo është një recetë e thjeshtë por shumë efikase.